3,2% është rritja e prodhimit të brendshëm bruto për tremujorin e parë të vitit 2025, tregojnë të dhënat e Entit Shtetëror për Statistikë. Me këtë, Maqedonia e Veriut rënditet ndër 5 ekonomitë me rritjen më të shpejtë në Europë, pas Irlandës, Danimarkës dhe Polonisë, njofton qeveria. Në krahasim, kjo do të thotë se rritja është 3 fish më e madhe se ajo e vitit të kaluar. Kjo është falë politikave të sukseshme ekonomike të qeverisë. Me këtë, Maqedonia është mes 5 vendeve me rritje më të shpejtë ekonomike në Evropë. Para nesh janë Irlanda, Danimarka dhe Polonia. Angazhimi ynë është që kjo të vazhdoj, prandaj po zbatojmë politika që nxisin ekonominë të zhvillohet. Qeveria thekson se rritje më e madhe u vure në sektorët ndërtimtari dhe aktivitete profesionale, shkencore dhe teknike, aktivitete administrative dhe veprimtari të shërbimeve ndihmëse prej 7,1%, si dhe informacione dhe komunikime prej 4,8%. Konsumi përfundimtar i anvisërive duke përfshirë institucionet jo fitimprurëse që u shërbejnë anvisërive në tremujorin e parë të vitit 2025 u rrit për 7,1% në terma nominal, ndërsa pjesëmarrja e saj në strukturën e prodhimit të brendshëm bruto është 69,0%.